Miqtë e larëm, përshëndetje. Fenomeni gjakmarrjes në vendin tonë është një nga problematikat më të mëdha sociale që ka sot Shqipëria. Vetëm në qarkun e Shkodrës gjenden mbi 200 familje të ngujuara. Në momentin që flasim, ndodhemi në fshatin Bardhaj, të rrethit të Shkodrës, ku gjithsej 8 familje që ndrojnë prej vitesh të ngujuara. Edhe pak ditë në ndajnë nga procesi zgjedhor i 2011-ës. Në 8 maj 2011 e gjithë Shqipëria do të votojë. Po vallë, a do të votojnë dhe antarët e 8 familjeve të ngujuara në këtë fshat, ku në fakt as kandidatët nuk kanë trokitur për t'i pyetur në lidhje me vështirësitë që ata kanë. Kandidatët kanë zhvilluar takime elektorale, por në këto dyer nuk kanë trokitur. Për të marrë pamje brenda familjeve është jashtëzakonisht e vështirë. Si kaluat? Mirë? Si dukesh? Se çfarë halli keni? Ja, se s'kina fakt. Ose nuk vjen kamera deri këtu. Si jeni njerë? Si kaloni? Mirë? Po, këta kandidatët për zgjedhje kanë ardhur? Ju kanë takuar? S'kanë ardhur? S'kanë ardhur këtu te ju? Atje nuk dim gjase, na jena ju në punë e rrim punë tonë, se s'vet na faqo me politika që me thonë ty. Do më thonë s'kanë ardhur. Këto jam. Këta kandidatët kanë ardhur, ju kanë takuar, ju kanë pyetur për shqetësimet. Jo, s'na ka kush më. Këta që kandidojnë tani për zgjedhje. Ja, s'na ka hi kush më investi por ajtë. Keni shok apo shoqe që jetojnë të ngujuar, të mbyllur në shtëpi këtu në fshat ju? Keni. Shkoni në shtëpiat e tyre për të luajtur? I keni shok të mirë, domethënë? Çfarë moshe kanë ata, janë njësoj sa ju apo janë më të vegjël, më të mëdhenj? Sa mirë dhe janë edhe më të mëdhenj. Keni frikë ju të shkoni atje? Ja. Nuk keni frikë? Ja. Dalin ata të luajnë me ju? Ku dalin, ku luajnë? Në dritare? Në oborin e shtëpisë? Në oborin e shtëpisë. Do na çoni pak tek ajo shtëpia? Si dukesh, mirë? Mirë, po jo. Faleminderit. Mund të vish 2 sekonda të lutem? Do më thonë problemi gjakmarrjes vazhdon? Nik, Po? ata thojnë nuk bëjmë gjë. Po frika është, se nuk janë këtej. Nga Frika janë? është plot. Po nuk ka të një unë, nuk janë. Pra ju jeni në gjakmarrje me një familje që nuk jeton këtu brenda për brenda fshatit. Komunat faktë nuk vjen t'ju pyesi, t'ju japin ndonjë ndihmë. O shpirti jam, pasha zotin kur që në tanë botë, as do me ditë heqë, as me njën, as me tjetër. Po ju do votoni? Po një me zanë as vëdojnë kërë herë, as nërë me heqë me ta. S'keni votuar asnjëherë ju? Jo. S'njëherë. Asnjëherë. As bashorti? As, pa pra. S'marrë heqë me ta. S'marrë në me Është shkaku se nuk doni të votoni vetë apo nuk keni mundësi, keni frikë të dilni Po të jo me zemër ekspozoni? nuk merrena me ta heqë. Sa shojmë sa gjakot. Apo po t'japin gjë? Apo vinë më pyesin a ke çfarë me juan fëmijëve sot? Ja më shpirt. Asnjëherë. Kjo është arsye, ë? Po keni njëkohësisht edhe frikën. Patjetër. Të nderuar shikues, pas 3-4 orësh mundim, ecje në për të gjitha rrugicat e fshatit Bardhaj, trokitje në të gjitha dyert e familjeve të ngujuara,
arritëm të gjejmë një familje e cila pranoi të flasë për ne, t'jap dëshminë e saj dhe pranoi hapur se pranë saj, apo ndoshta edhe pranë familjeve të tjera, nuk ka trokitur asnjë prej të dy kandidatëve të kësaj komune për të mësuar më shumë rreth shqetësimeve dhe aq më tepër rreth problematikës së ngujimit dhe gjakmarrjes.